40 bashki në hijen e SPAK-ut, pushteti vendor përballë akuzave për tendera dhe korrupsion. Pushteti vendor në Shqipëri po përballet me një nga krizat më të rënda të besueshmërisë së tij. Nga 61 bashki në total, 40 prej tyre kanë qenë ose vijojnë të jenë pjesë e dosjeve hetimore të prokurorisë së posaçme, ndërsa 16 kryebashkiak ose ish kryebashkiak janë përballur me akuza që lidhen kryesisht me korrupsionin dhe shpërdorimin e detyrës. Në vend që fondet publike të përktheheshin në rrugë, ujë sjellsa, shkolla dhe shërbime më të mira për qytetarët, në shumë raste ato dyshohet se janë kthyer në mekanizma abuzimi dhe përfitimi të paligjshëm. Tenderat për infrastrukturën lokale dhe furnizimin me ujë rezultojnë ndër fushat më problematike, aty ku sipas hetimeve janë evidentuar shkelje të përsëritura, manipulime procedurash dhe favorizime të operatorëve të caktuar. Kjo panoram krijon një kontrast të fortë me narrativën zyrtare të qeverisë, e cila vijon të flasë për administratë efikase dhe standarde të larta në funksionimin e institucioneve. Ndërsa nga njëra anë flitet për arritje dhe progres, nga ana tjetër shifrat e hetimeve zbulojnë një realitet krejt tjetër në zemër të pushtetit vendor shqiptar. Bashkitë janë institucioni më i afërt me qytetarin. Ato administrojnë shërbime jetike si infrastruktura, menaxhimi i mbetjeve, transporti urban, hapësirat publike dhe furnizimi me ujë. Pikërisht për këtë arsye, përfshirja masive e tyre në hetime për korrupsion përbën një alarm serioz jo vetëm për administrimin e fondeve publike, por edhe për vetë cilësinë e demokracisë vendore. Raportet e SPAK tregojnë se manipulimi i prokurimeve publike nuk ka qenë episodik, por në shumë raste i strukturuar. Sipas të dhënave të bëra publike, abuzimet kanë nisur që në fazën e hartimit të dokumentacionit, me specifikime teknike dhe fonde limit të ndërtuara për t'u përshtatur fituesve të paracaktuar. Në këtë mënyrë, gara publike humb thelbin e saj ligjor dhe shndërrohet në një skem për shpërdorimin e parave të taksapaguesve. Ekspertët e qeverisjes vendore e shohin këtë situatë si një simptom të rëndë të sëmundjes që ka kapur administratën lokale. Problemi nuk qëndron vetëm te mungesa e transparencës në tendera, por edhe te dobësia e mekanizmave parandalues, te auditimi i brendshëm i pafuqishëm dhe te mungesa e integritetit profesional në nivele të ndryshme të administratës. Në të njëjtën kohë, raportet ndërkombëtare për Shqipërinë kanë ngritur vazhdimisht shqetësime për paqartësinë e ndarjes së kompetencave mes qeverisë qendrore dhe pushtetit vendor, për varësinë financiare të bashkive nga qendra, si dhe për kapacitetet e kufizuara administrative, sidomos në njësitë më të vogla. Situata bëhet edhe më problematike nga gjendja financiare e vetë bashkive, ku detyrimet e prapambetura kanë arritur nivele shqetësuese. Përvoja europiane tregon se lufta kundër korrupsionit vendor nuk fitohet vetëm me arrestime, hetime dhe procese gjyqësore. Ajo kërkon një reformë më të thellë që nis nga transparenca e plotë e kontratave publike, kalon përmes administratës profesionale dhe mbyllet me institucione të pavarura kontrolli që funksionojnë realisht. Estoni, Rumani, Finland apo Danimark janë shembuj se si kombinimi mes teknologjisë, meritokracisë dhe përgjegjshmërisë institucionale mund të ulë hapësirat për korrupsion. Në Shqipëri, hetimet e SPAK kanë sjellë frikë në zyrat e pushtetit vendor. Por frika, sado e nevojshme në një sistem të kalbur nga pandëshkueshmëria, nuk mjafton për të ndërtuar administratë të ndershme. Ndëshkimi penal është vetëm një pjesë e zgjidhjes. Pa reformë reale, pa transparencë dhe pa përgjegjësi politike, dosjet do të vazhdojnë të hapen, ndërsa qytetarët do të vazhdojnë të mbeten pa shërbimet që u janë premtuar. Dhe pikërisht këtu lind pyetja më e thjeshtë, por edhe më e rëndë, kur 40 bashki dalin në hijen e hetimit, a mjafton më vetëm fjala drejtësi, apo ka ardhur koha edhe për dorëheqje?